Ne të krishterët ortodoks por dhe katolik, nga data 1 gusht kemi filluar kreshmën e madhe të Shën Marisë. Në datën 15 gusht, të krishterët ortodoks dhe katolikë festojnë fjetjen e hylinces, pra kështu i themi, ose fjetja e Shën Marisë. Që në zanafil të saj ka, po. Kujtojmë ditën kur Shën Maria ndërron jetë, edhe bashkohet me Zotin, dhe është, po themi, një nga shenjtorët të cilët nuk ka lipsane, pra trupi është ngjitur në qiell, nuk ka ose nuk është varrosur këtu në tokë. Dhe gjëja e vetme që bota e krishterë ka nga Shën Maria është rripi i mesit. Po. Që ndodhet në malin e shenjtë në Greqinë, në malin Athos. Dhe nga data 1 deri në datën 15, besimtarët e krishterë kthehen në vegetarian. Pra ndalohet mishi, pra çdo gjë që vjen nga kafshët ndalohet. Mishi, bulmeti edhe veza. Por sigurisht edhe marrëdhënia bashkëshortore. Ose vetkënaqësia, pra çdo gjë ndalohet. Jeni të kufizuar nga kufizuar, veset. Nuk është më tepër tek ushqimi, por është më tepër tek vetë përmbajtja. Pra ti e mëson veten ose e detyron veten të vetë përmbahesh. Në kujtim të Shën Marisë. Sepse ajo? Sepse ajo ishte nëna e Zotit, ishte nëna e Krishtit. Ajo solli në jetë shpëtimtarin e të gjithë botës. Shën Maria solli në jetë vetë Perëndinë e mishëruar, sepse ne të krishterët besojmë që Krishti është Perëndia i ardhur në botë në trajtën njerëzore. Dhe e keni parasysh serbët këtu në Kosovë bëjnë këtë shenjë. Po. Kjo shenja nuk është slave, nuk është serbe, nuk është ruse, kjo është ortodokse. Këtë e bëjmë edhe ne, kudo, edhe në Shqipëri bëhet. Kjo simbolizon Trinia, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë, dhe këto dy gishtat ulur simbolizojnë dy natyrat e Krishtit, që ishte njeri dhe Perëndi. Dhe ne kur bëjmë kryqin, e bëjmë kështu. Pra nuk është slave. Për shqiptarët e Kosovës, konsiderohet slave, por nuk për shkak është. që kisha ka prodhuar historikisht hegemoni, shtypje, persekutim sistematik të organizuar dhe shtetëror kundër shqiptarëve, këto tregishta e simbolizojnë, e përfaqësojnë po atë lloj simbolike të mizorisë serbe ndaj Kosovës. Por faktikisht nuk është ashtu në realitet. Në histori, në thelbin e saj nuk është ashtu. Absolutisht jo. Sepse priftërit ortodoks serb, ku do që mbajnë liturgji, prodhojnë hegemoni kundër Kosovës, mbi mitin e tyre të ligjeruar se Kosova është djepi tyre. Djepi Serbisë. Po. Pra edhe, siç po thoja, kjo shenjë nuk është s'ka lidhje fare me serbët. Këtë shenjë e përdorin dhe ortodoksët e Shqipërisë në të gjithë botën, dhe në Amerikë dhe në Kinë, kudo që të shkosh. Por këtu në Kosovë kjo është keq përdorur, siç është keq përdorur feja ortodokse, besimi ortodoks, kryqi, ikonat janë përdorur për keq. Dhe prandaj shqiptarët e Kosovës e kanë atë të drejtë që kur shikojnë disa gjëra kështu të mendojnë për serbët. Mbi këtë simbolikë, sa herë që shohin shqiptarët e Kosovës këtë lloj simbolike të tregishtav që refuzojnë ti demonstroj, rikthehet përjetimi hirësi i gjenocidit që kishte kontributor kryesor kishën ortodokse serbe. Atëherë, unë do të bëj një pyetje tashti. Patjetër. Mendon që është faji i ortodoksëve të mirë që këta neve na kanë marrë, kjo është e marrë dhe keq përdorur, pra kjo shenja e këtyre gishtave kështu. Ti edhe në për ikona kur e ke Krishtin duke bekuar në këtë mënyrë, ose e ke edhe kështu, ose e ke edhe kështu që mban Ungjillin, mban Biblën. Pra disa gjëra janë keq përdorur nga serbët dhe me të drejtë shqiptarët e Kosovës e kanë të vështirë për t'i kuptuar se çfarë simbolizon kjo gjë në të vërtetë. Kryqi me kryq serbët kanë vrarë shqiptarët, i kanë çarë barkun. Unë i kam parë fotot. Është një libër i vogël më ka treguar dikush. Është një gjë trishtuese që fatkeqësisht që shumë familje ende rënkojnë nga dhimbjet
e gjenocidit. Ende gjenden varreza masive